Me ardhjen e pranverës në qytetin e Elbasanit vërhet një rritje e numrit të turistëve që vijnë kryesisht nga vendet e Europës qendrore dhe veriore. 2 turistë nga Mbretëria e Bashkuar në ditën e 3 të qëndrimit të tyre në Shqipëri shprehen se natyra, historia dhe kultura janë disa nga arsyet kryesore pse ata kanë vendosur të bëjnë një tur 11 ditor në të gjithë vendin. So essentially, the whole exposing. Është hera e parë që vizitoj Shqipërinë dhe Ballkanin. Vi nga Mbretëria e Bashkuar, nga një vend ku reputacioni shqiptarëve nuk është fort i mirë, por ajo çfarë gjeta këtu është krejt e kundërta. Njerëzit janë shumë mikpritës, më pëlqen kultura juaj. Në Tiranë më pëlqeu sheshi Skënderbej dhe historia që mbart. Do të vizitojmë Pogradecin, Korçën, Gjirokastrën dhe Beratin, pa më njanuar Bregdetin. Gjithashtu do të vizitojmë edhe Krujën, pres me padurim t'i shoh. Sot është dita e tretë që ndodhemi në Shqipëri dhe do të qëndrojmë 11 ditë në këtë vend me bukuri përrallore. Deri tani kemi vizituar vetëm Tiranën dhe Elbasanin. Pres me padurim të vizitoj edhe qytete të tjera, të mësoj për historinë dhe kulturën e këtij vendi. Kisha planifikuar ta vizitoja Shqipërinë që në vitin 2020. Por për shkak të pandemisë së COVID-19 e anullova përkohësisht udhëtimin. Nga sa kam parë deri tani, kam mbetur e surprizuar, por jam kurioze veçanërisht për Bregdetin dhe Alpet. Në Elbasan turistët njihen jo vetëm me kulturën dhe historinë e qytetit, por kanë mundësi të shumta të eksplorojnë edhe natyrën, ku pika turistike më të vizituara mbeten Parku Kombëtar i Shebenikut dhe liçenet e Belshit.